Nga kjo çështje shumë e rëndësishme që disi ka krijuar, siç e thamë që në nisjet bisedës, panike edhe tek ne qytetarët, do ndalemi tek një tjetër moment i rëndësishëm i ditës së sotme që ka të bëjë pikërisht me një raportim, po i quajmë kështu, që do të bëjë ministri Lamallari në lidhje me çështje që i përkasin pikërisht ministrisë së tij. Kemi në komunikim të drejtë për drejtë Sido Barkan, i cili na sjell më shumë informacione se çfarë pritet në lidhje me këtë raportim. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Bregena dhe Flori, në orën 10 është parashikuar që të zhvillohet dhe konferenca e parë në fakt e zotit Lamallari si ministri i brendshëm kësaj here, por të paktën dhe me ndryshimet e reja në policinë e shtetit, ku tashmë kemi Skënder Hidaj në krye të policisë. Të paktën gjatë fjalimit e tij ose le të themi në fjalën e tij zotit Lamallari në këtë konferencë, fokusin kryesor do ta ketë pikërisht te kapitulli 24 i Bashkimit Evropian pra në kuadër të hapjes së negociatave me Shqipërinë, kapitulli i cili përket pothuajse tërësisht ministrisë së brendshme dhe kushteve të sigurisë dhe rendit dhe sigurisë pra në vend, duke u marrë më tepër në fokusin e saj takon masave në kufi, masat e parashikuara sipas standardeve të Bashkimit Evropian dhe të parashikuara pikërisht në kapitullin 24 të negociatave me Bashkimin Evropian. Megjithatë nuk do jetë vetëm fokusi pra pikërisht tek masat e reja le të themi ose standardet evropiane që priten të vendosen dhe të implementohen në pikat kufitare të Shqipërisë, por do të jenë edhe tek le të themi temat e tjera të nxehta, sa i takon luftës kundër kriminalitetit dhe korrupsionit apo dhe temat e tjera të cilat kanë tërhequr vëmendjen në opinionin publik ditëve të fundit, sidomos pas paralajmërimit të ambasadës amerikane sa i takon kërcenimit të grupeve të lidhura me Iranin, të cilat mund të cënojnë sigurinë ose mund të sulmojnë godinat e lidhura me ambasadën amerikane, po dhe sheshe publike në Shqipëri. Kjo ngelet për të parë se cilit do të jetë përgjigjja e zotit Lamallari në kuadër të pyetjeve që do t'i drejtojnë dhe gazetarët në lidhje me këto masa. Kuptoj që ditën e djeshme të paktën është raportuar që njësia antiterrorit në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit ka marrë disa masa të shtuara kohët e fundit në bashkëpunim me institucionet e tjera të sigurisë, qoftë në bashkëpunim me shërbimin informativ shtetëror, sa i takon monitorimit të situatës nëse Shqipëria rrezikon apo jo realisht nga sulme nga grupet e lidhura me Iranin, edhe pse deri tani të paktën institucionet me burime shprehen se janë shanse të pakta që Shqipëria të rrezikohet nga këto sulme. E qartë, pritet që të jetë një deklaratë vetëm e Lamallarit, a mund të jetë ai shoqëruar edhe nga Hita i cili sapo e ka marrë detyrën e tij? Jo, të paktën nuk pritet deri në këtë moment që të jetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në krah të ministrit Lamallari sa i takon konferencës së ditës së sotme. Është një konferencë periodike e cila shënohet çdo muaj për çdo ministri, i cili të paktën me urdhër të kryeministrit do të dalë dhe të japë llogari le të themi e publikut sa i takon pyetjeve të gazetarëve. Të paktën deri në këtë moment raportoi që do jetë vetëm ministri i cili do të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve. E qartë. Mirë, si do të falenderojmë për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit Sido. Mirë, ne tani shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak. Do të flasim për këtë rritje të çmimeve, i cili po vjen gradualisht dhe që duket se po prek çdo sektor, ndër sektorët që po ashtu është prekur sigurisht ka padur edhe turizmi, ato problematikat e veta, edhe për vetë qytetarët të shkosh në restorant apo në bujtina është bërë gjithmonë më vështirë dhe për ata që i menaxhojnë këto biznese akoma më shumë, duke qenë se çmimet e produkteve të shportës tashmë janë rritur dhe kjo ndikon drejt për drejt edhe tek ata. Vetëm pas pak do diskutojmë për këtë çështje, do të shkojmë në publicitet.